kemi mundal me na tregu pak ma shumë sa veta, a mendon që keni me dal ma shumë? Në herën e parë ju kemi tregu për çka është protesta, i kena lajmëruar të gjithë banorët, të gjitha bizneset, në ora 2 do të jetë sot protesta, përsa do të jetë më masive, nëse prap këta nuk na përgjigjen, na do të vazhdojmë prap me protesta javën tjetër. Për ndryshe nuk jetuat kështu. Si në Sahar, përshin edhe vetë. Sa i përket bizneseve dhe bizneset po kanë problema, po? Po, pa tjetër. Kretë problemi është të bizneset. Edhe të banorët. Edhe veturat bënd shkatrimi i pjesëve të para. Do me thonë, unë si mekanik, e di shka shkatrohet, krytë të vëllonit, sponat, jabuqisat, ato kushtojnë 700 euro mi rregullu, po apet e veturës nuk është aq e rëndësishme, shka është populata, e fëmija, e pluhuri, e mushknit, shka shkatrohen. Na shkatro me duhon, shkatro me sene qera, ma të shtira, edhe me ambient pa pasër dhe i kushtu. Më intereson me i ditë, se tash unë edhe si e re ndoshta, kur të bohen këto projektet, a ju pyet kush juve si banora veç? Jo kërkush hes, na s'kem qasje heq. S'kem qasje, kërkush. Veç kur ndezhojmë se u kryu, ka fillu, u ndalu, e tjetër nuk dim kur gjo. Bas mirë si vete për këtë pyetje, se unë jam nën kryetari i lagjës, po pasha zotën se janë ka punojnë me qytetara 0%. Ban vjen keq, veç nuk jena në rregull kërka. Se hiq, do të me punu pak ma shumë.